Një tjetër rast i tregtisë së armëve është zbuluar në kryeqytet, ku një 46 vjeçar u arrestua pasi dyshohet se përdorte taksinë e tij si mjet transporti për armë dhe drogë, duke shmangur kështu kontrollet policore. Sipas burimeve nga hetimi, i ndaluari Altin Selami, i njohur më parë për përfshirjen në aktivitete të ngjashme, ishte pjesë e një rrjeti që furnizonte grupet kriminale në Tiranë me armë zjarri. Arrestimi u krye në rrugën e Dibrës, ku policia e ndaloi taksinë dhe pas kontrollit të mjetit dhe banesës së tij, gjeti 4 armë zjarri pistolet, municion luftarak, pjesë armësh të ndryshme, si dhe sasi të vogla kokaine. Burime nga grupi hetimor pohojnë se armët ishin gati për shitje dhe se dyshohet se 46 vjeçari kishte klient të rregullt në botën e krimit. Operacioni i koduar Gun Express u zhvillua pas disa javësh ndjekje me metoda speciale hetimi nga Komisariati numër 4 në bashkëpunim me seksionin e trafiqeve të DVP Tiranë. Hetuesi dyshojnë se taksia i shërbente si mbulesë perfekte duke e lejuar të lëvizte lirshëm në qytet pa u vënë në dyshim nga patrullat. Bëhet me dije se po punohet intensivisht për identifikimin dhe arrestimin e personave të tjerë të përfshirë në këtë rrjet kriminal, duke paralajmëruar hetime më të thelluara mbi origjinën e armëve dhe destinacionin e tyre. Ndërkohë, ndaj 46 vjeçarit rëndojnë akuzat për mbajtje pa leje të armëve luftarake dhe prodhim dhe shitje të narkotikëve, ndërsa pritet që ai të dalë para gjykatës në ditët në vijim për caktimin e masës së sigurisë.